Partia Socialiste premton krijimin e 300.000 vendeve të reja të punës brenda mandatit të saj të parë, nëse vjen në pushtet. Në një tryezë të organizuar për punësimin, kryesocialisti Edi Rama akuzoi qeverinë se po manipulohen shifrat zyrtare të papunësisë, ndërsa tha se kjo mazhorancë në 7 vjet ka dështuar në të gjitha reformat e ndërmarra për shtimin e vendeve të reja të punës. 7 vjet nuk kanë arritur të ndryshojnë asgjë në drejtimin e punësimit, përkundrazi është kapërcyer shifra e 1 milion papunëve, asnjë reform nuk ka rezultuar me rritje punësimit. Nuk ka sjell asnjë rritje të punësimit Shqipëria 1 euro. Shqipëria superfuqi e vogël energjetike. Krijimi në letër i 8 zonave të lira ekonomike. I ashtu quajturi boom turistik i Shqipërisë. As mbjellja imagjinare e miliona ullinjve, as taksa e sheshtë. Rama prezantoi 4 shtyllat ku mbështetet strategjia e Selis Roz për punësimin, si rritja e qëndrueshmërisë ekonomike, koordinimi i politikave me tregun e punës, hapja e sektorit të punëve publike, si dhe fleksibiliteti në marrëdhëniet e punës.